problematika signifikative të zhvillimit të votimit gjatë periudhës nga komunikimi i fundit me ju deri tani. Është raportuar vetëm për 2 problematika të themi, një në Cerrik dhe një në Vlorë. Ai Cerrikut ka të bëjë me sjelljen e një vëzhguesi, gjithsesi mi duke verifikuar nëse ka qenë vëzhgues apo ka qenë një qytetar aty në qendrën e votimit, me pretendimin nga një subjekt politik që ky vëzhgues ka qenë duke parë se për kë votonte një votues, por akoma nuk mund ta themi me siguri se si qëndron e vërteta e këtij në lidhje me këtë pretendim. Ndërkohë në një qendër votimi në Vlorë ka pasur një diskutim ndërmjet kryetares në fakt të qendrës votimit me operatorin lidhje me procedurat e identifikimit. Edhe këtë rast KGZ po e verifikon se cila ka qenë sjellja e secili prej këtyre 2 funksionarëve. Për përqindjen, ndërkohë ju e konsultoni në mënyrë periodike në faqen e internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po kështu edhe pjesëmarrjen sipas grup moshave, ku vazhdon të themi grup moshe atyre votuesve mbi 65 vjeç të kenë përqindje më të madhe të pjesëmarrjes deri pak më parë. Zoti Celibashi, ju sapo njoftuat edhe një herë që procesi i votimit përfundon në orën 6 pasdite, por në rast se ka votues jashtë hyrëve të qendrave të votimit do lejohen të votojnë, ndërkohë sa i takon të pjesëmarrjes. Shihet se mund të themi në një farë mënyrë ka një bojkot të rinjve të procesit zgjedhor të pjesëshëm. Nga eksperjenca juaj ndër vitet dhe në drejtimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si e lexoni këtë pjesëmarrje të ulët të rinjve? Në lidhje me pyetjen e parë, nëse në momentin e mbylljes së qendrës së votimit do të gjenden votues jashtë qendrës së votimit, pra në orën 18:00, Komisioni i qendrës së votimit duhet të evidentojë ata votues të cilët gjenden në atë moment jashtë qendrës së votimit dhe do të lejojë për të votuar vetëm ata votues të cilët do të jenë pjesë e kësaj liste apo e kësaj evidence. Askush tjetër pas orës 18:00 nuk mund të lejohet të votojë. Tani për sa i përket pjesëmarrjes së ulët të votuesve që i përkasin grup moshës 18 dhe 24, është një trend në përgjithësi edhe në vendet e tjera që përgjithsisht kjo grup mosh votuesish nuk është se kanë interes të madh për të qenë të aktivizuar në procese politike. Nësa duket edhe Shqipëria nuk bën përjashtim nga ky trend europian të themi apo dhe global, pak pra sa unë e njoh që është kështu. Dhe nuk është çështje e asaj se çfarë ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sepse ne kemi bërë vërtet shumë bashkëpunim me partnerë të ndryshëm për të nxjerrë pjesëmarrjen e të rinjve në procesin zgjedhor, por me sa duket edhe partitë politike vetë apo dhe organizata të ndryshme të shoqërisë civile do duhet punojnë më shumë në aspektin e nxitjes së kësaj grup moshe për të qenë më interesuar për proceset politike që zhvillohen. Do të pyesja për një rast në fakt që ka ndodhur në Florë, nuk e di se jeni në ndjenjë apo jo dhe keni marrë informacionin për shkak se ka dalë pamje. Ka qenë në një qendër votimi ku në një flet janë shënuar numrat 3 shifror që kanë qytetarët në listën e votuesve dhe ky numër mbahet shënim nga komisioneri i Partisë Socialiste, i serviohet më pas zyrës ose
le të themi regjistrit patronazhistëve që ata kanë, duke shënuar kështu se cilët qytetarë kanë votuar dhe cilët jo. Pra, sërish një tjetër rast i le të themi asaj që cilësohet si patronazhim ose mbajtja shënimi me cili qytetar voton dhe cili jo. Keni ndjenjë për këtë rast dhe nësa duket për gjatë ditës së sotme është nga të vetme problematika që mund të jetë konstatuar. Jo nuk e kemi të informacion, po nëse kemi edhe numrin e qendrës votimi mund ta verifikojmë se kush është rasti dhe komisionerin e gjejmë i cili ja u kemi dhënë porosim në mënyrë të veçantë, që veçanërisht komisioner dhe vëzhguesit të cilët gjenden në ambientet e qendrës votimit, nuk do duhet të mbajnë shënim votuesit të cilët marrin pjesë në votime dhe më shumë akoma t'ja bëjnë me dije pasaj përfaqësuesit drejtuesit të tyre politik. Në shumicën ndërmuese të rastet, pak për informacione që ne disponojmë si KQZ, ky udhëzim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është respektuar. Ndoshta në disa qendra votimi dhe mund të jetë ndryshe, por do ta verifikojmë edhe këtë rastin e Vlorës. Pyetje tjera? Nuk kemi. Mirë, faleminderit.